Irani sapo ka përdorur një nga raketat e tij më të rrezikshme për herë të parë në këtë konflikt, dhe kjo armë mund të ndryshojë dinamikën e luftës. Raketës i thuhet Seil, një raketë balistike. Seil është një nga armët balistike me rreze të gjatë më të avancuara, dhe thuhet se tani është përdorur për herë të parë gjatë luftës aktuale kundër Izraelit. Pra, çfarë e bën këtë raketë kaq të rrezikshme? Seil po quhet një raketë që vallëzon. Ajo mund të ndryshojë trajektoren gjatë fluturimit, duke bërë jashtëzakonisht të vështirë për sistemet mbrojtëse ta ndalojnë. Për Izraelin, kjo do të thotë se sisteme si Iron Dome dhe sistemi i mbrojtjes raketore Arrow mund të përballen me një kërcënim shumë më të vështirë. Ndryshe nga raketat më të vjetra me karburant të lëngshëm që kërkojnë kohë të gjatë përgatitjeje, Seil përdor karburant të ngurtë, që i lejon të lëshohet shumë më shpejt dhe u jep kundërshtarëve shumë më pak kohë para lajmërimi, duke bërë më të vështirë shkatërimin para lëshimit. Me një rreze prej rreth 2000 kilometrash, kjo raketë mund të godasë pothuajse çdo pikë në Izrael nga brenda territorit iranian. Kjo do të thotë se Irani nuk ka nevojë të afrohet pranë kufirit për të lëshuar raketa. Kështu që edhe pse Irani mund të lëshojë më pak raketa, ai po kalon drejt përdorimit të armëve më të avancuara dhe me ndikim më të madh.